Ajo që na ka bërë pak është se ne duam të bëjmë një çik jetë mondane, në kuptimin e mondanitetit, kemi qef atë që quhet glamuri, po kjo quhet gënjeshtër e rreme. Jo çdo gjë që shkëlqen është arë. Duhet kuptojmë një gjë. Është shumë e thjeshtë të shkëlqej diçka në balt. Është shumë e vështirë që floriri të shkëlqej në flori. Që do të thotë, duhet i ruajmë traditat tona. Se identiteti ynë lidhet me traditën tonë, lidhet dhe me atë që quhet me këmbë në tokë. Është si puna anteut, ne marrim forcë nga familja, marrim forcë nga vatra e ngrohtë, se thuhet, atje ku ka në pullaz borë, atje ta siguroj që ka vatër që është ndezur e ngrohtë si ari. Që do të thotë, njeriu duhet ndezi zemrën përpara se të bëj darkën. Dikur thuaj, kur vinte një mik dhe e prishte e zonja e shtëpisë, i thuaj të zonjës së shtëpisë, më lër ato petulla dhe më ngri ato vetulla. Që do të thotë, nëse ti dikë e pret me dashuri dhe mirësi, nuk ka rëndësi nëse e çon në restorantin më të shtrenjtë, që do paguash dhe do lësh gjithë rrogën e muajit, por mund ta presësh në shtëpi dhe me trahana, që është një mrekulli pas natës së vizitërisë se rregullon stomakun. Po nëse ti jep dashuri dhe qoftë edhe me petulla, që është ushqimi që e bën kushdo, sot edhe fëmijët me gjyshet e bëjnë dhe kanë dashuri dhe kënaqësi, nëse ti e ofron në shtëpinë tënde, do të thotë ti ke hapur zemrën tënde, sepse shtëpia është shumë e bekuar dhe shtëpia do energjinë e mirë. Mendoj që ndoshta vrapi i jetës na ka bërë që të vrapojmë dhe të krijojmë, të vëmë dhe distancë, se kemi frikë nga mendimet tona. Po mendoj që kjo ka lidhje me mënyrën se si edukohemi dhe mënyrën se si i qasemi sëres. Se para viteve 90, ne gratë kemi vuajtur shumë se kemi bërë atë punën e papaguar, po jo në kushtet që janë tani, se tani kushtet janë që ke dhe fshesën me korrent, ke dhe lavatriçen, ke dhe lavasoviljen, i ke dhe sobën, ke dhe gjysmat e gjërave që mund të merresh gjysmë të gatshme dhe nuk ka nevojë të lodhesh pafund. Po mund ta rregullosh shtëpinë që të ketë ngrohtësinë dhe dashurinë dhe i bën gjërat shumë shpejt. Dhe bekimi është shumë i rëndësishëm në mirësinë që japim. Prandaj mendoj që ne nuk kemi bërë nordik, thjesht duam pak kohë të marrim për t'u afruar prap traditës dhe unë ta garantoj